Dashi. Ditë neutrale do t'jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Ata nuk do të përjetojnë as emocione pozitive as negative. Beqarët do t'jenë gati të njihen me sa më shumë persona dhe kjo do të ndihmojë tek e ardhmja e jetës së tyre. Dikush do bëhet shpejt pjesë e çdo çasti. Në planin financiar do të jeni shumë herë më të kujdesshëm dhe më të organizuar. Demi. Alegri, humor i mirë, buzëqeshje. Dita e sotme do të jetë e mrekullueshme për të gjithë ata që janë në një lidhje. Më shumë se sa sot nuk kanë përjetuar kurrë emocione. Beqarët do të kenë vetëm ndonjë mundësi për dashuriçka kalimtare dhe asgjë më tepër se sa aq. Buxheti do të jetë i shkëlqyer, kështu që do i kryeni të gjitha shpenzimet dhe do hiqni edhe para më janë. Binakët. Sot do flisni më seriozisht me atë që keni në krah dhe dal ngadal do i zgjidhni të gjitha mosmarrveshjet që keni pasur. Nga ana tjetër, në mbrëmje mund të vendosni edhe të hidhni disa hapa më tej. Beqarët do të ndihen gjithkohës mirë, por kulmi do të arrijë në orët e pasdites. Atëherë kur do të shfaqet edhe princi i kaltër me shpenzimet, duhet të tregoheni sa më strikt. Gaforia. Ditë e privilegjuar ka për të qenë kjo e sotmja për të dashuruarit. Marrëdhënia me partnerin do të jetë aq delikate dhe e bukur, saqë në çdo moment do t'ju duket sikur jeni në përëndra. Beqarët nuk duhet kurrësi të pranojnë të dalin me dikë që është ndarë nga një person tjetër për shkak të tradhtisë. Në planin financiar do të merrni frutet e gjithë sakrificave të bëra. Luani. Dialogu, bashkëpunimi dhe mirësia do të mbizotërojë gjatë gjithë kësaj dite në lidhjen që keni. Asgjë e keqe nuk do të ndodhë mes jush dhe partneri, kështu që shfrytëzoheni në maksimum çdo çast. Beqarët do të jenë më të shoqërueshëm dhe do të kenë mundësi të njohin persona vërtet interesant. Çështjet financiare duhet të kushtojnë pak më shumë vëmendje në mënyrë që të mos keni të papritura të pakëndshme. Virgjëresha. Ditë e shkëlqyer ka për të qenë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do merrni një surprizë gjigande nga partneri dhe kënaqësitë do të jenë të forta si asnjëherë më parë. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme, edhe pse nuk do të gjejnë dashurinë, ata nuk do të mërziten as pak. Financat do të mbrohen në çdo moment nga yjet. Do të jeni më të kursyer me shpenzimet dhe do ndiheni më të qetë. Peshorja. Do jeni shumë të hapur ndaj partnerit tuaj sot dhe më në fund do të mund të zgjidhni edhe disa hatërmbetje të vogla të së shkuarës. Beqarët do i mendojnë gjërat më seriozisht dhe do të pranojnë të dalin me disa persona serioz që kërkojnë një lidhje me ta. Financat do të dini si të menaxhoni, kështu që gjendja nuk do të jetë as pak problematike. Akrepi. Ditë e gëzueshme ka për të qenë kjo për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do të përjetoni vetëm emocione pozitive sot. Edhe beqarët do të jenë të privilegjuar në dashuri dhe më shumë gjas jeta do të ndryshojë përgjithmonë. Ata duhet të bëhen gati edhe për ndonjë ngjarje të befasishme por interesante. Nëse shpenzimet i kryeni me kujdes dhe naturi, gjendja financiare nuk do të jetë e keqe. Shigjetari. Ditë harmonike dhe bega do të jetë kjo sotmja për të dashuruarit. Marrëdhënia juaj do të thellohet edhe më shumë dhe do të intensifikohet. Beqarët do vazhdojnë të jenë në kërkim të princit të tyre të kaltër dhe mund të bëjnë edhe sakrifica për këtë gjë. Sot jo të gjithë do të lumturohen. Në planin financiar keni për të pasur tronditje për shkak të pamaturisë së treguar së fundmi. Bricjapi. Ditë jo e mirë kjo sotmja për të dashuruarit. Do të ketë skena të njëpasnjërsh me xhelozie dhe konflikte të cilat do të nxisin pafund. Beqarët duhet të bëjnë më tepër durim se duan të gjejnë personin vërtet ideal dhe që do t'ju përshtatet në çdo pikë. Për fat të mirë në planin financiar do t'ju mbështesin fort disa të afërm dhe mund të kryeni edhe disa investime të nevojshme. Ujori. Mund të keni bërë her pas here disa marrëveshje të vogla me partnerin tuaj gjatë kësaj dite, megjithatë gjithçka do të kalojë shpejt. Beqarët do të kenë vetëm disa mundësi për aventura kalimtare, kështu që do të jetë në dorën e tyre nëse do të duan të përfitojnë prej tyre apo jo. Në planin financiar do të jeni më me shumë fat se kurrë ndonjëherë më parë dhe do të ndiheni mjaft të qetë për këtë gjë. Peshqit. Sot do të jeni larg pamës ju të dashuruarit dhe mjaft realist. Do zgjidhni një nga një të gjitha problemet që keni pasur dhe do dini edhe si të kërkoni falje për gabimet e bëra. Beqarët nuk duhet ju besojnë verbërisht të gjithë personave që do joshin, sepse disa mund të kërkojnë thjesht të tallen apo të kalojnë vetëm disa çaste intime. Buxheti ka për të qenë goxha i mirë.